Sot në sallën e Kuventit të Komunës së Prizrenit u mbajt ligjërat informuese për rekrutimin e të rinjve në forcën e sigurisë së Kosovës, me qëllim që të informohen dhe nxiten të rinjët e të rejat nga mosha 18 deri në 25 vjeç të gjitha komuniteteve që banojnë në Prizren për të aplikuar në konkursin i cili është hapur nga data 2 mars dhe zgjat deri më 27 mars 2026. Kryetari i Komunës së Prizrenit Shaqir Totaj përshëndeti të pranishmit dhe veçanërisht të rinjat që do të jenë pjesë e ushtrisë së Kosovës. Mundësit për më u kyç në FSK për me dhanë kontributin pastaj në forma tjera. E dim sa rëndësishme është forca sigurisë Kosovës, edhe e dim që po ashtu ajo forcë ka nevojë për gjenerata të reja të ushtarëve për gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë dhe sidomos që jetojnë prezent. Prandaj edhe sot i kemi këtu prezent përfaqësues të cilët do t'ju informojnë juve më shumë për këtë kampanjë, për këtë promovim, për këtë fushat, e pastaj pasi ti ndëgjoni gjitha këto informacione, secili do ta ketë mundësinë me bë pyetje ose me dhënë komente. Dhe në këtë mënyrë do të vëdësojmë pak edhe do të bëjmë pak më publike çfarë mundësisë dhe çfarë potenciali ofron FSK-ja, edhe cilat janë beneficionet të cilat mund t'i kenë të rritë të cilët vendosin të kyçen në këtë, le të themi, institucion shumë të rëndësishëm. Zëvendës Ministri i Mbrojtjes së Republikës së Kosovës Enis Kervan lidhur me këtë aktivitet tha: "Ky është momenti i ri që dëshiron të krijojë një karrierë. FSK sot është institucion modern dhe real. Në ushtrisë të Kosovës janë investuar mbi 400 milion në formimin e ushtrisë së Kosovës. Së shpejti besoj të jemi pjesë e NATO-s. Ju ftoj që të bashkoheni dhe të jeni pjesë e ushtrisë së Kosovës." Falenderoj dhe kryetarin e Komunës së Prizrenit për bashkëpunim. Prizreni ka qenë gjithmonë një vend ku të rinjt kanë treguar për kushtim, guxim dhe vullnet për të shërbyer vendit të tyre. Pikërisht kjo energji dhe ky potencial e të rinjve është arsyeja pse dua të ndaj sot me ju një mundësi të rëndësishme për një rinj e Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës ka hapur konkursin për rekrutimin e ushtrive të rinj. Ky është një moment i mirë për çdo të ri dhe çdo të re që dëshiron të ndërtoje një karrierë dinjitoze dhe njëkohësisht të shërbeje vendit të vetë. Forca e sigurisë së Kosovës sot është një institucion modern dhe profesional, që po zhvillohet me hapa të shpejtë. Vetëm në vitet e fundit janë investuar mbi 400 milion euro në zhvillimin dhe modernizmin e ushtrisë sot. Ky transformim është pjesë e rrugës son drejt integrimit të plot në strukturat euro-atlantike dhe synim që Kosova në një ardhme të afërt të bëhet pjesë e NATO-s. Për të rinjtë që bashkohen FSK-s, kjo nuk është vetëm një mundësi punësimi, është një mundësi për trajnim profesional në Kosovë dhe në shtetet të ndryshme partner, për zhvillim personal dhe për të ndjekur shkollimin profesional ushtarak, duke ndërtuar një karrierë të qëndrueshme dhe me perspektivë. Të dashur të rinj, Kosova ka nevojë për energjinë, guximin dhe për kushtimin tuaj. Të jesh pjesë e forcës së sigurisë Kosovës nuk është vetëm një profesion, është një nder dhe një përgjegjësi për të shërbyer atë dheut dhe kontributit të sigurinë dhe ardhmën e vendit tonë. Prandaj, ju inkurajoj që të shfrytëzoni këtë mundësi, të aplikoni deri më 27 mars dhe bëhuni pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Jam i bindur se Prizreni do të vazhdojë të jep kontributin të rëndësishëm në radhët e ushtrisë son, ashtu siç ka bërë gjithmonë në momentet më të rëndësishme të historisë son. Për këtë arsye, pa asnjë dallim, edhe një herë i ftoj të gjithë të rinjtë tonë, djemtë dhe vajzat tona që të bashkohen kësaj rruge të nderit dhe të bëhen pjesë e ushtrisë Republikës së Kosovës. Së bashku do të vazhdojmë të punojmë për një Kosovë më të fortë dhe më të sigurt. Ju falenderoj për pranimin tuaj, për energjinë që jepni komunitetit dhe vendit tonë. Po ashtu falenderoj edhe kryetarin e Komunës së Prizrenit, Zotri Shaqir Totaj, për bashkëpunimin. Zëvendës drejtoresha e ekipit këshillues për ndërlidhjes së NATO-s, zonja Hanah Goroto, uroi që sa më shumë të rinjtë të bëhen pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Nën kryetari i Komunës së Prizrenit Furkan Bytyq me këtë rast uroi në këtë event të rinjtë që të sa më shumë të konkurrojnë. Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kosova Güvenlik Gücü'nün 320 aktif
asker alımının yapılacak olması hepimiz için gurur verici bir gelişmedir. 18 ile 25 yaş arasında gençlerimize sunulan bu fırsatı yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda disiplin, sorumluluk ve vatan sevgisiyle yorulmuş bir hayatın başlangıcıdır. Gençliğimiz bu kutsal görevde yer alması, ülkemizin güvenliği ve yarınlarımızın teminatı açısından büyük önem taşımaktadır. Përfaqësuesi i Forcës së Sigurisë së Kosovës nën kolonel Enver Vrellako, i cili me këtë rast dha sqarime shtesë sa i përket formës së konkurimit, udhëheqjes së civile ushtarake, është nder i veçantë që sot jam këtu. Konkursi për rekrutimin e 320 ushtarëve aktiv në Forcën e Sigurisë së Kosovës është i hapur deri në datën 27 për këtij muaji 3/2026. Njëkohësisht shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe komunën e Prizrenit për bashkëpunimin, mbështetjen dhe informimin dhe motivimin të rinjve të komunës suaj për të bërë pjesë e PSK-s. Forca e Sigurisë së Kosovës nuk është vetëm një profesion. PSK është një mision për të mbrojtur vendin, për të ndihmuar qytetarët në raste emergjente dhe për të kontribuar në paqen dhe sigurinë e vendit, por edhe më gjatë. Ndaj ftojmë të gjithë të rinjtë dhe të reja të komunës Prizrenit dhe më gjatë të moshës 18 deri 25 vjeçare që të plotësojnë kriteret të aplikojnë dhe të bëjnë pjesë e PSK-s. Pse është aplikimi rëndësishëm? Është shërbimi ndaj adhërit, mundësi profesionale dhe zhvillim personal, karrierë stabile dhe e respektuar, kontribut komunitetit dhe për vendin, përfaqësim i komunitetit dhe të gjitha të komuniteteve që vazhdoprojnë në Kosovë. Në thelb, aplikimi janë një mundësi të rinjve të ndërtojnë një karrierë të rëndësishme duke i shërbyer vendit dhe komunitetit tyre. Kryetari Totaj tha se ky është një profesion shumë me perspektivë dhe tha se dua të jeni të inkurajuar që sa më shumë të bëheni pjesë e FSK-s. Liri, me ju në çdo iftar.